Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vetëm 3 gjethe të kësaj bime japin lam të mirë rrëdhimbjeve të kockave. Ja si ta përdorni. Vetit shëruese të gjethes së dafinës janë të pasura me përbërës të tillë si eugenol dhe vajra të tjerë esencial të njohur për efektet e tyre të fuqishme, anti-inflamatore, antioksidante dhe qetësuese të dhimbjes. Kur aplikohen lokalisht, këta përbërës natyral munden të ndihmojnë në qetësimin e dhimbjeve, zvogëlimin e ëndjes dhe përmirësimin e shëndetit të përgjithshëm të kyçeve. Kjo i bën gjethet e dafinës një ilaç natyral të shkëlqyeshëm për sëmundje si artriti, tendiniti dhe dhimbje të tjera të lidhura me kyçet. Duke ndjekur një metodë të thjeshtë të aplikimit të gjetheve të dafinës drejt për drejt në lëkurë, ju mundet të përfitoni nga këto veti shëruese pa ju drejtuar ilaçeve farmaceutike. Aplikimi topik lejon që përbërësit aktiv të ndepërtojnë në lëkurë dhe gjithashtu të synojnë burimin e shqetësimit. Si të përdorni gjethet e dafinës për lehtësimin e dhimbjeve në kyçe. Ky ilaç natyral është i lehtë për të përgatitur dhe për të përdorur. Prandaj ne këtu do t'ju përshkruajmë një udhëzues hap pas hapi për t'ju ndihmuar ju që të aplikoni gjethe dafine për lehtësimin e dhimbjeve të kyçeve dhe të duarve. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 3 gjethe dafine të freskëta, një dorez ose mbështjellës plastik dhe opsionale sipas dëshirës tuaj është një sasi e vogël e vajit natyral si për shembull vaj kokosit ose ullirit për të rritur përthithjen. Udhëzimet. Zgjidhni gjethet e freskëta të dafinës. Filloni duke zgjedhur 3 gjethe të freskëta të dafinës për fuqinë e tyre sa më të lartë. Siguroni që ato të jenë të pastra dhe pa ndonjë ndotës. Gjethet e freskëta përmbajnë njëkohësisht më shumë përbërës të dobishëm të cilët ndihmojnë edhe në zbutjen e dhimbjes. Ju duhet që të përgatisni zonën e prekur. Pastroni zonën e dorës e cila po përjeton në dhimbje me ujë të ngrohtë. Thajni tërësisht lëkura e pastër përthith përbërjet e dobishme në mënyrën më efikase duke lejuar kështu lehtësimin më të mirë të dhimbjes. Aplikoni gjethet e dafinës. Vendosni gjethet e dafinës direkt në zonën e dhimbshme, si për shembull në nyjet e dorës ose gishtërinjve. Mund të përqendroheni gjithashtu në zona specifike problematike ose të mbuloni të gjithë dorën. Siguroni gjethet e dafinës. Pasi t'i vendosni gjethet në dorë, përdorni një dorez ose një mbështjellës plastik për t'i mbajtur ato në vend. Kjo gjithashtu siguron që gjethet të qëndrojnë në kontakt me lëkurën tuaj gjatë gjithë kohës gjatjes së trajtimit. Për dhimbje të kyçeve në vend të kësaj, ju mundet që të përdorni një çorape. Lëreni gjethet e dafinës. Lëreni gjethet e dafinës të qëndrojnë në vend për rreth 4 orë. Kjo kohë e zgjatur nuk lejon që përbërjet anti-inflamatore në gjethet e dafinës të depërtojnë në lëkurë dhe të zvogëlojnë dhimbje në një mënyrë më efektive. Hiqini gjethet. Pas 4 orësh, duhet që të hiqni dorezën ose të mbështillni dhe të hidhni gjethet e përdorura të dafinës. Fuqia e tyre do të jetë zvogëluar pas përdorimit, kështu që gjethet e freskëta të dafinës duhet të aplikohen për trajtimet e ardhshme. Përsëriteni sipas nevojës. Nëse dhimbja juaj e kyçeve vazhdon, atëherë përsëriteni këtë proces çdo ditë për një javë ose derisa të arrihet lehtësimi. Aplikimi i rregullt do t'ju sigurojë juve një lehtësim të vazhdueshëm të dhimbjes. Pse funksionon ky ilaç? Përbërësit aktiv të cilët gjenden në gjethet e dafinës duke përfshirë eugenolin dhe antioksidantët ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit dhe
lehtësimin e dhimbjes duke përmirësuar rrjedhjen e mikrorrymave brenda trupit. Ky ilaç po ashtu është i ngjashëm edhe me medikamentet pa recetë, por është edhe 100% natyral, duke reduktuar rrezikun e efekteve anësore të lidhura me farmaceutikët. Si të rigjeneroni kockat brenda vetëm 7 ditëve? Në qoftë se ju vuani nga dhimbja e vazhdueshme në shpinë, në dorë, në këmbë, në kocka ose në qafë, duhet të përmirësoni sjelljen tuaj trupore sa më shpejt që të jetë e mundur. Dhimbja në strukturën tuaj të kockave mundet që të zbulohet lehtësisht me ndihmën e recetës që ne do t'ju prezantojmë në këtë video. Gelatina është një përbërje themelore e kësaj përzierje. Ju keni nevojë për 150 gram gelatin viçi, të cilën ju mundet që ta gjeni në çdo supermarket. Përzjeni 2 lugë gelatin në një çerek filxhan me ujë të ftohtë dhe mbani përzierjen në frigorifer. Gelatina gjithashtu kthehet në pelte kur është e përzier me ujë. Pijeni rreptësisht në mëngjes përveç qumshtit apo çajit. Kryeni këtë trajtim për rreth 1 muaj dhe filloni ta përdorni sërish pas pushimit 6 muaj. Rezultatet pozitive duhet që të shfaqen që pas javës së parë të përdorimit. Kjo do t'ju ndihmojë të rivendosni lubrifikimin natyral të përbashkët dhe kockat tuaja do të jenë më të shëndetshme. Kjo është një kur me cilësi të lartë dhe siguron një gamë të gjerë të përfitimeve shëndetësore. Kjo recetë është një mundësi shumë e mirë për ju sepse gelatina është një produkt natyral i marrë nga kockat e viçit. Ajo përmban disa nga aminoacidet më të fuqishme si peptidet dhe proteinat. Ato janë ato të cilat nxisin në rritjen dhe përmirësojnë strukturën e indeve dhe eshtrave tuaj. Provoni këtë ilaç natyral të mahniqëm dhe rivendosni plotësisht kockat tuaja dhe kështu nuk kam më dhimbje për ju. Gjithashtu ju mundet të përdorni dhe recetën me piper të kuq dhe vaj ulliri, të cilët munden t'ju ndihmojnë ju më shumë nga çfarë ju mundet të imagjinoni. Piperi kuq shkakton një ndjesi të ngrohtë rreth zonës së gjurit duke reduktuar dhimbjen dhe ëndjen. Ju duhet 2 lugë piperi kuq dhe 1 lugë gjelle vaj ulliri. Përzini përbërësit për të përgatitur një pastë homogjene dhe aplikojeni atë në zonën e prekur. Përsëriteni këtë gjë 2 herë në ditë për 1 javë. Vaji i kokosit ka gjithashtu veti shumë të fuqishme anti-inflamatore dhe në mënyrë efikase trajton dhimbjet e gjurit. Mjafton ta ngrohni për plot 3 minuta vajin e kokosit dhe pastaj ta vendosni atë direkt në gjuhë duke e masazhuar lehtë me duar. E lini atë që të veprojë për disa orë dhe më pas shpëlajeni. Përsëriteni këtë 2 herë në ditë. Më parë duhet edhe të konsultoheni me mjekun për çdo recetë që aplikoni, sepse disa prej tyre munden që të ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Gjithmonë duhet të tregoheni të vëmendshëm dhe në qoftë se këto simptoma zgjasin në kohë dhe dhimbja juaj sa vjen e bëhet më kronike apo më e madhe, me patjetër duhet të shkoni tek mjeku juaj. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative dhe gjithmonë tregoni të vëmendshëm se si trupi juaj do të reagojë
ndaj këtyre recetave.